Po realisht ne lidhur me këtë çështje javën e kaluar kemi pasur një takim me rektorin e universitetit, kemi pasur me sekretarin dhe me drejtorin e prokurimit. Një rektor i cili sipas bindjes time absolutisht nuk ka të bëjë me një po them epitet tillë, është shumë e rëndë, shumë e keqe, sepse në rend parë njeriu nuk i njeh gjërat. Ne patëm një takim, ai u obliguar që ta lëshoj takimin sipas mendjes tyre, ai nuk kishte i interesuar që të zgjidhë me ne këto probleme. Realisht këta punëtorë paguhen jashtëligjshëm, pa mua nuk më intereson kush është rektor dhe çka është rektor. Mua më intereson të bëhet pagesa sipas pagës minimale, ai këtë nuk është duke e bë. Ne kemi qenë, po them, për një farforme shumë më të relaksuar, sepse e kemi thirrë edhe inspektoratin, ata është duke inspektuar gjendjen. Fundit inspektorët nuk intereson çka thotë rektori dhe çka thotë zuvazemi, ata duhet ta vlerësojnë gjendjen. Gjendja e tyre është sepse pagat e tyre i marrin që nga data 2024, merrni me mend që pse pronari i kompanisë nuk e ka parashikuar këtë rritje dhe ka shku me pagën minimale 292 euro, është diçka që me të vërtetë po themi aq më rëndë që ne nuk zgjedhëm këtë problem, po hala më rëndë është si mund të zgjidhet një rektor i tillë të thotë mua nuk më intereson, ka nënshku kontratë 2024. Pronari i kompanisë kur ka nënshku në kontratë 2024, paga e këtyre punëtorëve ka qenë 264 euro paga minimale. Tani e ka ndryshuar qeveria e Kosovës, në moment kur ndryshon paga minimale, atëherë në mënyrë automatike duhet ta subvencionoj qeveria e Kosovës këtë rritje të pagave, po megjithatë unë nuk jam shumë domethënë këtu shumë i saktë, por sipas gjitha dhënave vitin e kaluar ka pas 5 milionë e gjys buxhet rektorati, kanë tepruar 1 milion e gjys dhe tani ka zoglim të buxhetit, ka rënë në 3 milionë e gjys për shkak se nuk ka ditë si t'i menaxhoj. Përndryshe, inspektorët janë aty, zyrtarisht kemi kërkuar që ta jap fjalën e fundit edhe këta punëtorë paguhen edhe sot jashtëligjshëm. Po ne jemi në konsultim me sipër edhe besoj që ka ndonjë fije shprese përkundra asaj që na takim, unë jam i bindur që sekretari i rektoratit dhe drejtori i departamentit prokurimit e din që rektori nuk i njeh këto gjëra dhe ata në farforme kanë një shpresë se mund të ndryshojë brenda 2 javë ky vendim, apo kupton, domethënë është diçka që dhe ne po presim që spakut ndoshta edhe 10 ditë duhet të ndryshojë sepse është këshilli i përgjithshëm i rektoratit dhe mendoj që ata duhet të respektojnë vendimin e qeverisë të Kosovës. Normalisht dhe kërkesën e sindikatës sepse janë paralele njëra me tjetrën. Dhe unë mendoj që do të presim me 2 javë ditë, pas 2 javë ditë normal që punëtorët nuk i punojnë më me 292 euro dhe realisht me veprimet që është duke i bë ky rektor, unë mendoj që në mënyrë me vetdije po shkon duke e mbyllur gjitha po themi kështu gjithë rektoratin sepse punëtorët nuk punojnë me atë shumë. Askush nuk është sllavi askujt. Fakti është këta edhe kështu në mënyrë kolektive kanë dashur që ta lëshojnë punën, por megjithatë kërkesa jona ka qenë që të presim edhe 2 javë ditë, në të kundërtën sindikata nuk mund të thotë një punëtor i punon për pagën 292 euro dhe në kundërshtim me vendimin e qeverisë të Kosovës. Ai kryeminist është i imi, është kryeminist edhe i rektorit të universitetit dhe edhe unë edhe ai është i obliguar që të zbatojmë këto vendime të cilat nxirren na e dashti apo nuk ka dashti vullneti jonë. Punëtorët e sigurimit fizik, unë kam edhe këtë shkresën e cila më ka ardhur nga kryetari i shoqatës sindikale, të cilët kanë thonë ne mund të presim edhe 1 muaj ditë, përndryshe në mënyrë kolektive të ta lëshojnë, sepse sindikata ka mundësi, ka kërkesë që në shumë vende të tjera paga minimale këtyre punëtorëve të jetë 450 euro. Domthonë dhe ne kemi vende të mjaftueshme për të dedikuar ata, por megjithatë po presim 2 javë ditë, fundit ata janë ata të cilët vetë vendosin, po përndryshe unë kam shkresë zyrtare që në mund t'ua jap që ata kanë kërkuar dhe kanë thonë që në mënyrë kolektive do të lëshojmë vend të punës sepse nuk punojmë në një pagë 300 euro.